Kamerat e monitorimit, simboli dështimit të mbrojtjes së pyjeve. Një nga dështimet më të mëdha dhe me kosto të lartë financiare në mbrojtjen e pyjeve është ndërtimi i sistemit të monitorimit. 10 vite më parë do të ndërmerre kjo iniciativë mes Ministrisë së Mjedisit dhe asaj të brendshme për të kapur keqbërësit me pyjet e vendit tonë. Por për pak vite ato dolën totalisht jashtë funksionit, diku u shmontuan nga persona të panjohur, diku tjetër qëndruan siç ishin, por në shumë raste u vodhën bashkë me kullën prej hekuri. Janë të pakta ata që vijojnë të jenë në këmbë, siç është rasti i kësaj kulle në muhur të Dibrës, ku do të monitoronte lëvizjet për prerjet e palishme në zonën e Selishtës apo Lurës. Kjo kull nuk është vetëm simbol i dështimit të një projekti, por edhe i dëmit ekonomik prej 1.2 milion euro që i kushtuan taksa paguesve shqiptar. Në të gjithë vendin u ndërtuan 28 kulla monitorimit të pajisura me kamera, por ato nuk arritën të kapnin asnjë abuzues. Të dhënat zyrtare tregojnë se rastet e palishmërisë së prerjes së pyjeve të konstatuara si në rrugë ashtu edhe në fondet pyjore kanë qenë thuajse të njëjta me ato të viteve para se të vendoseshin kamerat. Sipas ekspertëve në Shqipëri priten rreth 2.5 milion metër kub lëndë drusore në vit, ndërsa rritja vjetore e pyjeve është rreth 1.4 milion metër kub për vit. Pra presim rreth 1.1 milion metër kub më shumë nga sa është rritja vjetore natyrore e pyjeve.